vini në një vlog të ri. Kemi arritur te vlogu numër 4. Jam quar, jam bërë gati, ndërkohë kam përgatitur edhe mëngjesin tim, kam përkos me drithra, e kam lënë në kuzhinë, sepse më pëlqen kur drithra zbuten pak në kos, bëhet e gjithë përbërja së bashku, dhe kam bërë edhe make-upin, jam gati, dhe vetëm duhet të vishem dhe të dalin të pim me qetësi kafen e mëngjesit. Qa ndjesie, të zjohesh në një ditë pune, kur normalisht alarmi im duhet të binte në orën 6:30, të zjohesh në orën 9:30 dhe të dali gjumi vetë, me grillat e mbyllur, kështu që u super kënaqja. Dhe do e pime super trezit e kafen, thjesht ende nuk jam mësuar që ta pi kafen kaq vonë, sepse normalisht e kam pirë gjithmonë herët në orën 8 e pak e kisha pi kafen unë. Qësesi, po dalim ta pim tani. Po vesh gjinsa, e di që kam me raku këto kohë që jam pushim, që do bëhem dembele dhe do dua të vishem vetëm me tuta, me gjëra sportive, me gjëra të rehatshme, me idenë që pushim jam, por jo, duhet të vishem me bukur çdo ditë që të ndihemi mirë. Veshim gjinset. Okej, po vesh dhe këtë bluzën e zezë të thjesht pas trupit, vesh edhe palto sipër dhe besoj se jam okej. Po mendoj një rëz të shkoj nga Tegu, ta pi kafen andej, sepse dua të shkoj të shoh dhe të Sisaj ose të Wakiki për të më falë pijamna. Edhe duhet jetë super mirë ditë jave, pjesa më e madhe njerëzve janë në punë, kështu që duhet jetë bosh dhe unë duhet të shoh me gjëra me Terezin time. Okej, ndërkohë dhe kosi më është gati. Piva kafen time me qetësi me dashuri. Unë hyj te kategoria e njerëzve që më pëlqen shumë ta pi kafen vetëm, nuk e kam fare, po fare problem. Okej, s'ka nevojë për skanim sepse deri në 2 orë është falas parkimin në Tek, kështu që unë nuk e bëra 2 orë. Po thosha, më shjon shumë kafe vetëm, e di që shumë njerëz e kanë problem ta pinë kafe vetëm, kurse mos më bezdis fare. Madje as nuk rin telefon kur jam vetëm, thjesht rri me mendimet e mia dhe shijoj atë kafen. Në Tek ishte super qetësi, o zot. Ka që gjithmonë në punë, gjithmonë pushim vetëm fundjavave është tmerr, ndërsa në ditëjavë kur gjithë njerëzit e tjerë që nga në punë që nga perfekte, erdha pak vërdall, pash gjëra për vitëri, për Krishtlindje, për do një rob të këtuk, sepse thashë nuk duhet të shpezoj se ngella duke shpezuar. I mora dhe pijamat e mia, i mora të Sisej, ishin të thjeshta të lezetshme, edhe kështu. Tani, duhet të iki, si që shikoni, organi vazhdoj që t'jetë pas meje, sepse dje nuk u ktheva që Talia, shkova direkt në shtëpi se do më binte pak tërës rruga, kështu që do shkoj sot me patjetër, madje do shkoj tani direkt që ta lë për t'u larë. Dhe do vete në shtëpi që të gatuajmë drekën. Dua të shkoj gjithashtu mbas dite të shohi filmin Kazerma. Është një film shqiptar ku regjisor është Urian Hysko. Kam parë trailerin dhe ka pasur një super trailer, nuk e di, duke super i realizuar. Kështu që jam shumë kurioze që ta shoh dhe shpresoj mos të më zhgënjej. Planin është që të shkojmë sot, me thënë të drejtën, po nuk e di që se do arrim do të shkojmë, ja e kapa 100 direkt, po pse ecën shumë Alba, pse? Ec aty me 80, kalo këte nga krau tjetër, dhe ec me 80. Vogët se mirë. Dhe po thosha, nuk e di do realizojmë do të shkojmë sot, sepse varet nga puna e Klajdit. Klajdi sa futet dhjetori fillon punon me orare të zgjatura, më shumë se turni vet, kështu që e ka një muaj super të ngarkuar. Futëm në tunel, shpresoj të më shihni, hi, I'm here. Edhe në qoftë se ai mbaron fiks në orarin që duhet ta lëri punën, atëherë do shkojmë që ta shohim filmin nga pasditja.
Tani do thoni ju idealja në këtë periudhë është të shikosh filma Krishtlindjesh, por edhe Netflix ka nxjerrë një apo dy, nuk është se më kanë dalë shumë sugjestshëm. Pjesa më e madhe dilnin pas 15 dhjetorit, sa më dalin ato coming soon, kështu që akoma nuk jam futur në mundin e filmave të Krishtlindjeve. Dhe përgjithsisht të gjithë filmat e Krishtlindjeve janë romantik, love story, janë pak a shumë të njëjtin vibe, janë filma limonat që i shef kështu për të të mbëlsuar ditën. Paragaloni ju tjerë, aty ka veradari. Ne që kemi ngrënë në rim këtej. E qova jorganin në pastrim kimik dhe gjeni pak kur më tha për ta marrë në datën 10 dhjetor. Sot është data 2 dhjetor dhe më tha për ta marrë në datën 10. Imagjinojeni se sa punë që ka është për ta për biznesi pastrim kimik. Nëjse, të le qërqafë në bëjga të gjëre dhe tjera. Në të bëjt reset në pijamave të morate sinsej, apo sinsaj, nuk e di mirë si të thuhet, por unë sinsajte. Okej, është kjo modeli bazik. Kam një të zi të tillë, kjo është në ngjyrë besh, kështu neutrale, e kam marrë në masën medium që të më ri pak i lirshëm. Kështu i thjesht deri poshtë. 20.000 lekë më duket se ishte. Po, është 20. Mora dhe një farë pantofla, shapka për në shtëpi, për tani në dimër, që të rinë grot, që të sa të bukura që janë. Ishin shumë cute me arusha. Këto kushtuan 6.500 lekë, lirë ishin. U ktheva edhe te Tito, mora këto, profiterol quhen. Jam shumë keq me emrat, unë i kam shumë qef, i mora me çokoladë, i kam marrë me pistakjo, janë shumë të mira. Unë dhe ëmbëlsira, se mos gjatë dimrit, kemi një lidhje të merë shumë së bashku. Në fakt, mi ka vendosur me krem edhe me pistakjo, por it's okay. Po bëhem gati për në kinema, kam bërë gjysmën e make-upit tim, leva pak syt, kam edhe fondatinën, kështu që vazhdoj me bronzerin edhe të vishëm. Filmin e kam rezervuar në orën 6:40, 7:20, më thëmë pak a shumë, dhe duaj që të vemi pak më para, që të bëjmë një qik pazar të spari, më duaj dhe një 2 detergjent me patjetër dhe zbutësi robave më mbaroj, kështu që kam bërë gati një lavatrice dhe nuk e vura dot se më duhej zbutësi. Jam shumë kurioze për filmin, unë përveç trailerit nuk isha parë asnjë gjë tjetër, por para se të prisja biletat u futa pak të shikoja review-t e njerëzve, në TikTok gjen shumë kështu review filmash, te kishte review shumë të mira, gjithë thoshin ja vlen të shikoni, duhet të shikoni me patjetër, është shumë i bukur, kështu që u bëra akoma dhe më shumë kurioze për ta parë. Gjithashtu, por rria ca orë për shprodhesha, edhe vura në Netflix edhe një film Christmas, se mbaj mend të titullin, prit se kam dhe Netflix në telefon, që do të tregoj, ishte shumë i bukur. Akoma nuk e kam përfunduar, por do ta përfundoj pastaj ndarka ose nesër në fakt. My Secret Santa e ka titullin. Ishte shumë cute. Të futemi pak më shumë në vibe-in e festave. Të lujmë dhe përpuzët dhe jam gati. Shpresoj të më dali koha nesër që të shkoj të blej disa gjëra për të lyer. I leva me këtë si nude, si roz, që e kanë shumë. Çfarë vishni zakonisht në kinema? Gjinse? Tuta, njëra me tuta, nuk duhet vesh tuta. Okej, do vesh të gjinset në zbardhura të Zarës. Me
Okej, do vesh këtë triko, bezh, shumë e bukur, e kisha harruar fare. Okej, vesha poshtë të patin e thjeshtë të Zarës, këto pas trupit janë shumë të rehatshme, edhe është një ngjyrë bezh neutrale, kështu që përshtatet në shumë veshje, dhe sipër po vesh këtë trikon që është po e Zarës, e kam shumë qef, që kur e kam marrë vjet, më ka pëlqyer shumë, më pëlqen shumë kombinimi i jeshiles me blun. Pas kam vënë brapsht. Këtë të mirë ka kaçorelat, një shkundje dorën kështu dhe vinë në Terezi. Ja, i herë dhe kështu anash. Dhe i kemi bukur. Tani sipër se di të vesh palto. Është e jeshile. Apo më një gjaketën e shkurtër. S'po di që të vesh. Më mirë po marrë gjaketën, kafen e vesh. Edhe lë në makinë se marrë faret e tegu se s'kam që dua. Kështu më pëm gati parfumin haka gjithë në fund. Sa po kthyer nga filmi njerëz, zjaste 2 orë si file, ishte i këndshëm, tani ngjarja rrotullohej rreth reality show. Kazerma ishte si një reality show, por që realizohej me ushtar brenda një kazerme. Gjasonte me Big Brotherin, gjasonte me Fermën VIP, por më shumë të kujtonte Big Brotherin dhe personazhet. Ideja ishte që prekte problematikën e ditëve të sotme, që çdo gjë bëhet për klikime në internet, për sa më shumë shikueshmëri, për sa më shumë djegsa, për të bërë popular, i famshëm në rrjetet sociale, për të kapur një vend pune në televizion ose një pozicion tjetër pune më të mirë se ai që kishin pasur më para. Këta personazhe shfrytëzoheshin me ndodhit e tyre personale, me ngjarje që ndodhin aty brenda, i shfrytëzonin ndërsa i shtrydhin deri në pikën e fundit, derisa këta njerëz kishin ngarkesa të mëdha emocionale, kalonin ankth, kalonin depresion, kishin kriza, mbaheshin me ilaçe, shfrytëzoheshin zakonisht shumë nga produksioni. Domethënë, për të sjellë pak në vëmendje atë gjë që fshihet pas reality show. Ishte i bukur, thash, sepse sillte nga problematikat më kryesore të ditëve të sotme, që janë që çdo gjë bëhet për rrjetet sociale. Jeta jon ka filluar rrotullohet rreth rrjeteve sociale dhe duke humbasur kontaktin e vërtet me realitetin. E vetmja gjë që s'po pëlqeu ishte fundi i filmit, sepse ishte shpakisa i egzageruar, ku personazhi kryesor i lojës, kazermës dhe i filmit njëkohësisht, vriste të gjithë banorët e tjerë. Kishte kaluar në një situatë shumë të rrëtë psikologjike, nuk jepnin më ilaçe, sepse ata e kishin marrë çka donin nga ky personazh, i kishin marrë ato klikimet on top e njërin tjetrën, dhe nuk po e mbështesin më, e kishin lënë pas dore. E tjetër që fshihej domethënë pas nga produksioni ishte që produksioni i rrotullonte personazhet siç donte ai. Njëri sillte në qendër të vëmendjes, njëri i thurte lavde, njëri shkatronte, nxirrte si personazhin e keq, i sillnin gjëra siç donin ata. Loja domethënë nuk varej realisht nga personazhet, por nga produksioni. Edhe në fund fare thash, personazhi kryesor vret të gjithë lojtarët e tjerë të kazermës dhe ishte pak fundi tragjik domethënë. Okej, e kuptoj që doni të sillni mesazhin që këta personazhe shfrytëzohen deri në pikën e fundit sa mund të vrasin për atë gjë, për atë realitet fallco të rrjeteve sociale. I lezetshëm, nuk mund të them wow, prisja më shumë, traileri më është dukur fantastik, por okej, të paktën mesazhi ishte i qartë edhe besoj se kuptohej nga të gjithë. Tani kemi supermarket haul në vend e pazarit, i lanë të gjitha ushqimet në makinë, edhe më qëtë sipër për të parë filmin, të tregoj të shpejt se çfarë morëm. Buktosti. Këto bukët e thekura me fikë dhe me bajame, që unë i kam shumë qef, me lajthi, edhe me fara kullit. Secili ka marrë qumshtin e vet. Unë qumshtin tim pa laktoz, Klajdi pëlqen këtë të milku. Makarona Barilla, pene, të pakot. Ne nga format e makaronave, penet pëlqej më shumë, dhe ato marrin. Janë këto kefir, që janë bashkë me drithra këtu sipër, i kam kollaj për t'i bërë shpejt e shpejt në mëngjes. Edhe kefir thjesht të bardhë,
Ky kefiri ka një shije pak në të ëmbël. Do shta e bën edhe heqja e laktozës, se kam lexuar që heqja e laktozës e bën kosin pak më të ëmbël dhe konsumohet shumë mirë edhe pa zjo, domethënë nuk është nevojë ta shoqërosh me dritre se ka shije shumë të mirë edhe kështu. Kleti pas ka marrë pakon e vogël, mora kapsulat për kafen, po pas ka marrë pakon e vogël fare. Is ok, nuk është të bëj namin duke e pirë në shtëpi, sepse edhe tani që jam pushim në shtëpi, preferoj të pak në kafen e mëngjesit ta pi jashtë, sepse dua të rutinën time të ngrihen, të bëjmë gati, të zbukurohen dhe të dalë. Salcë domatesh, kjo e sparit premium është shumë e mirë, e rekomandoj shumë për makarona, për çdo gjë, mua më pëlqen. Djathtin tim pa laktozë edhe çokoladë Milka. Tjetër, çka kemi këtu? Okej, këtu kemi listën e detergjenteve, mora Pink Stuffing, ky është për tualetin, është i mirë. Për zbutës rroba, tash provoj një herë këtë të Cocolinos. Gjithmonë jam mësuar që merr ose semana, edhe Lenori i verdh më pëlqen shumë, po thash për provoj një këtë se nga aroma më duki mirë. Ideja është që kur përdor gjithmonë të njëjtin zbutës, të njëjtin aromë, sa është me atë aromë, dhe nuk e ndjen më, kështu që duhet ndryshuar her pas here. Kjo ka fix aromë kështu pastërtia, më pëlqeu. Marca sinxher të rinj, këto biskotet e kam marrë të kokos. Edhe tash, letra pastaj kuzhine, letra tualeti, këto. Ti vendosin në përvande tani dhe të ndrojmë, të heq dhe make-upin dhe të përfundoj filmin tim të Christmas sot. Miku që dita duke parë filma, ka lezet qa jetë e bën kur je pushim. Momenti i preferuar i ditës është heqja e make-upit, se kur të shlirohesh. Mezi po presë më vjen ato produktet e reja, sepse kam vetëm hidratus në rutinën time, larës dhe hidratus. Ama me këto produktet që kam jam besnike, nuk i tratoj. Kështu erdhi fundi edhe vlogasit numër 4. Ju mos harroni të bëni subscribe, komentoni çfarë ju të keni dëshirë dhe bashkë do shihemi nesër. Bye bye.